Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 4, data 4 prill 2026. Çfarë ndodh dhe çfarë ndikton në këtë datë? Kemi momentin dhe mundësinë, kemi kohën dhe periudhën. Momenti më decisiv që ka të bëjë në këtë datë është ndikimi i Mërkurit dhe i Marsit, ku jep disa mundësi të arta në zhvillime dhe ndryshime ekonomike. Cilat përfitojnë nga këto? Gjitha shenjat përfitojnë, po përfitojnë më shumë shenjat e zjarrit, siç është dashi, siç është luani dhe shijetari. Është një mundësi dhe një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv mbi takimet dhe periudhën kur ndodhin fenomenet në këtë aspekt. Prandaj kërkohet kohë dhe periudhë në këtë drejtim. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore ose kon, kjo ditë është mjaft e rëndësishme për nga ana ekonomike, sepse do të bënim disa zgjidhje shumë të rëndësishme, por gjithsesi periudha tregon dhe koha që është në anën tuaj për momentin dhe periudhën, sepse është dita më favorite, do të thoshe, dita më e mirë në anën tuaj, por gjithsesi ka të bëjnë me favorizime, ka të bëjnë me ndryshime, ka të bëjnë dhe me disa takime të ndryshimeve të mëdha, sepse gjithmonë mesi javës është mjaft ndryshues dhe diktues në anën tuaj. Shenjat që kanë të bëjnë dhe këndët që janë shumë favorizuese është ekonomia dhe stabilizimi i saj. Para se fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq